thot pjesë të tekstit që them, nëse s'do ish për sytë tu atë ditë, unë do vuja në gjumë përjetësisht. Ju lutem mos ma merrni me asnjë këngë se Alba kur dal për jashta dua ta bëj në formë simbolike. Mund të më replik? Edhe në rast se ka ndonjë person për jashta, me më ndihmon ishte shumë mirë. Super maestron e kemi këtu që më ndihmon për tekstin. Dhe për ç'është duhet me kënu. Dhe për çdo gjë tjetër, do donim Unë bek vokalin. Edhe videoklipi s'ka në mëse Gjenanimin. Më falni, vetëm për krahin tuaj dhe dashnin tuaj. Unë e përkraj dhe për kuptimin tuaj. Unë e përkraj për gjitha këto që do ta bën këtë. Po maza ma keq kush e merr shtëpi, vjerën ka me qitë smut, vjerën ka me që do një hapë për qumit. Me diagnozë zëtësysh. Kunata ka me gjyq. Definitivisht. Shtëpijën ka me bu këtë budal. Kur ta... Po mbi gjitha projekti do të ka me dalë shumë sentimental dhe shumë original. Nëse do ish për sytë tu atë ditë, unë do vuja në gjumë përjetësisht. Ju du shumë, kam rënë, sa e lumë të ndjen sot. Ama ka edhe diçka tjetër. Nuk e di pse jam su ndjet, sa nis dije me lumtur, vetëm kur ja bën diçka. Nuk e di si bëhet e gjithë zhurulldia. Bën në këtë pikë, sepse duhet ta them diçka. Gjithë ata vajzat. Po ngela duke vujt diti kështu. Gjithë ata vajzat, gjithë ata motra që e dojnë dikon, mos kanë frikë prej babës, prej nënës. Ne ta tregojnë lirshëm. Dhe lumturia është mbi gjitha. Edhe për gjithë vajzat që na ndjekin, unë e di që gati gjysma e meshkujve janë narcisist, janë super xheloz, janë super jo tolerant, ama më beso që dashnia reale i shëron njerëzit. Të duhet pak kohë, pak momente, ama dashnia reale edhe super negativitetin e shëron. Sepse tjetri nga dashnia që ka për ty, ka për të shëru veten kur qef ty të pikëlluar. Mos e sulmoni, mos e ofendoni, mos ju ankoni. Rri në pikëllimin tënd, sepse ai që të do ty, kur shohe se sa ti e pikëlluar, më beso që vetiu ka për të nisë, për të përmisu, për me të pa sytë e tuaj plot buzëqeshje. Çka po thot? Dëgja tash fund është kjo. Gjithë ata vajzat. Po ti, kur ti unë nuk të bëj zëmbiza, ti pse më bën mua zëmbiza? Pse ma prish momentin? Ja, ti e veçante, po shtazoj, nuk kam me ty. Tani, gjithë ata vajzat dhe njerë, cile kanë e dojnë dikon. Hajde ju gjerë të ti silni mesazh. Erë guzimit ta jam për shatë mesazh. Leroni atë dashni që e kanë. Qa të duan se ata do vitë dhe ju prapë. Ne të bashkohen. Turpe faqe zezë për mesazhin që jenë. Ne të bashkohen. Ata që duan, ne të bashkohen. Tani ta pranojmë realitetin. Jeta kjo është plot sfida dhe plot probleme. Të paktën një mashkull ja vlen me risku edhe me te kalu gjërat ku është dashnia reale. A më para se ta bëni këtë, mos e bëni për meshku që thjesht keni pëlqim, thjesht keni fiksim, thjesht se është i bukur, thjesht se ka lek, thjesht se ka super familje. Ai që ju ndjen këtu, as zemra jo, këtu mbrëmda që ju ndjen, jo flutra. Është një lloj fryme që ju bind që ai është dhe nuk ka njëri tjetër. Respekt. Kjo është lufta që bëhet në jetë, që ju të balancoheni bashkë në gjërat sipërfaqësore, sepse shpirtni i shtjeni njëri me tjetrin. Po lufta në këtë jetë bëhet balancimi sipërfaqësor. Dhe vetëm në bashkim të tillë del fryti dashnisë. Nuk del fryti dashnisë kur martoheni me dikë që thjesht mendoni se është mashkull i duhur. Bravo. Merre me mend në vendin tënd, budalla po t'jem ka mend. Ore ti! Po, edhe diçka tjetër, prit. Diçka tjetër. Hajde afro. Respekt për gjithë gratë dhe nëna shqiptare. Respekt edhe për gjitha femrat që bën luftarake dhe i durojnë gjitha problemet dhe qeshin në mes të lodhve dhe qeshin në mes të hallit dhe e ruajnë të gjithë respektin e marrëdhënies me probleme, nuk ja tregojnë as familjes, as shoqënisë, po para familjes dhe shoqënisë e ngrenë si mbret mashkullin e tyre edhe pse kanë probleme njëri me tjetrin. Ju lumt gjithë femrave për Zotin. Ju jeni luftarake, ju jeni hynjore, ju ato femra që me dashni sa ka një problem, thot punë e madhe se ka tjetër. Jo, nuk ka tjetër. Zoti ka bë vetëm 2 veta bashkë njëri me tjetrin. Nuk ka bë 100 veta bashkë njëri me tjetrin. A kishe leju ti... Dhe këtu ti si femër e dëshmon veten tënde sa e fort je, që nëpërmjet dashnisë dhe tjetri po ashtu, të dëshmoni që ju dini të luftoni, ti rrëzoni egot, ti rrëzoni